Bismillahirrahmanirrahim. Filloj me mësimin e katër të shkronjave të alfabetit të gjuhës arabe. Kemi arritur tek shkronjat që lidhen vetëm nga ana e djathtë dhe jo nga ana e majtë. Të gjitha shkronjat e Kur'anit lidhen me njëra tjetrën nga të dyja anët, përveç 6 prej tyre, të cilat lidhen vetëm nga ana e djathtë. Ato janë siç vijojnë: Alif, Dal, Hal. Kemi edhe shkronjën Ra, Zal dhe Waw. Sonte do i marrim vetëm 3 prej tyre, duke i lexuar edhe shembujt së bashku. Bismillah. E, I, U. E, Bi, Hu. Ba, I, Ju. Ja, Bi, U. I, Ja, U. Ta, U, Bi. Ti, Ju, E. Kemi shkronjën Dal, e cila lidhet nga ana e djathtë dhe nuk lidhet nga ana e majtë. D, Ti, Tu. D, Gji, U. H, Bi, Bu. T, Gji, Du. D, Khi, Bu. B, Di, Du. O, Di, Du. Shkronja tjetër është shkronja Dal, dhe, Dhi, Du. Dhe, Be, Ha. Gje, Di, Bu. De, Khi, Du. Dhe, Ti, Bu. De, Dhi, Ju. Ha, Ti, Du. Pra personat që shumë këto shkronja, shpresojmë që janë të ndihmuar dhe ju lutem që ta shpërndani tek shoqëria juaj që ende nuk kanë filluar të mësojnë shkronja. Mos harroni të ta bëni subscribe të faqja e gjuhës arabe në YouTube, like dhe share. Elifi nuk ka shqiptim të vetit, por lexohet përsish nga zanonat që e mban e I ose U. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.